Mirë se ardhët në podcastin Suzan. Këtë podcast mund të ndihni në të shtohet në programin Gjesi, Drive Time me Shuki në Paper Radio, edhe në të gjitha rrjetet sociale. Mas pari, u falenderoj për krejt lajkat, komentet edhe krejt shares që na bëni në Substack edhe në Instagram edhe në krejt rrjetet sociale, po ju mos harroni me na bo subscribe në YouTube, Instagram, Facebook e qitash besa edhe në TikTok së shpejti. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Me që jemi ku jemi, edhe jemi si jemi, erdhe dhe një premte për mua festive, ku juve ju tregoj kone ka musafiret veçant në këtë epizod të podcastit. Por, pa e zgot heq one me fjallë miradije për podcastin, po du m'ju kallëzu që fjalla është për Lorika Govori Shaban, një gru e veçantë që u rrit midis Prishtinas. Lorika është një gru e cila karierën e saj e ka fillu nëpër banka. Por, banka, po du me thonë banka financiare, se ato bankat shkollore pedim, edhe në një moment vendosi, tha unë mo nuk po du me punu në bank, po du me po pare, tu e qelë biznisin tem, edhe një biznes tepër interesant, për të cilën që tashti nga tregon veç. Lorik, mirë se erdhe. Mirë si ju gjita, faleminderit shumë për ftesën, Arlin. Na ke përcjell në epizod, ose këtë epizodat, na zakonisht e nisim këtë muhabetin me një pyetje që mu pëlqen shumë, ku nis rrëfimi yt? Faleminderit shumë për ftesën, Arlin. Kënaqësi me qenë podcastin tënë. E kom përcjell prej fillimit, prej epizodës të parë, se ka qenë shumë interesante. Se shumë pak njerëz diskutojmë çështjen e prej nga fillojmë, prej nga janë rrënjt, prej nga kam fillu unë mu zhvillu si njëri, unë edhe se cili tjetri. Kështu që podcasti vetë ka shti mu edhe plot njerëz tjerë me mendu prej nga kom ardhë dhe prej qyshim zhvillu. Unë jam lindë dhe jam rritë qyshtë edhe vetë në Prishtinë, në lagjen e vjetër të Prishtinës, për ndryshe te lumi Prishtevka, prej nga dhe Prishtina vjen, dhe më thonë prej pjesës e vjetër të qytetit edhe prej ku atje, dhe më thonë ka fillu rrugtimi jem, dhe më thonë jetësor, nuk është që kam nejtë shumë në atë lagjone, kur jam rritë, dhe më thonë kam vazhdu me dalë edhe në për lagje tjera, po aty ka fillu. Çka është interesante është që unë jam rrit në mahall ku krejt familja jam kanë jetu. Do më thonë një familje shumë e madhe, Govore, ku unë, do më thonë gjithë kushëret e mija i kom pas shokë dhe shoqe. Të gjithë i kom pas në shkollë. Do më thonë një më rrit në gjenerat pas gjeneratit, do më thonë në shkollën time ku kom viju unë, kanë shku, do më thonë, krejt familjes tem Govore. Kështu që e kom pas këtë përparsi, që tash do më thonë analizoj dhe kuptoj, do më thonë ka qenë një përparsi shumë e madhe më rrit në familje të madhe në atë mahall ku unë, do më thonë, nuk kom përjetu, do më thonë, gjana që fatkeqëse shumica e fëmijëve përjetojnë, do më thonë, ato bullizimet e këto, përderisa familja e mbrojnë një tjetrin edhe rritet një fëmijë pajage i shnush, do më thonë. E di që një kohë gjatë gotë e ke kalu në financave, jo veç në Kosovë, po ke punu në banka të Kosovës, je shkollu në Londër, në banka edhe të Londrës. Apo ma spjegon pak mahallën tone në Londër. Mahallën në Londër. Më tregu të vërtetën para Londrës fillon Amerika. Okay. Që jo ka qenë një culture shock i jemi, kur kom shku në Amerikë prej Kosovës, do më thonë prej lagjës të pazari Gjelvërt me shku në Texas. Që aja për mu ka qenë hera parë, dhe më thonë, kër e kom pas një shok të madhë jetësor, edhe kultura ekstreme ndryshme, dhe më thonë, prej neve, një kulturë jo evropiane, edhe shumë e kufizume në shumë sene, dhe më thonë, na rrit me art, na rrit me muzik, na rrit me dalë, me shetit, si botën, si këto, si ato, ata kanë qenë bajagit kufizume,
lagjet të kufizume, domethënë me do shopping malls, do sene që na nuk i kemi pas, domethënë këtu. Kështu që çaja ka ndodhur për mua culture shock e para në jetën time, ku atje kam shkuar dhe atje jam mësu me dalë me punu, domethënë, hera e parë një tem u dashtën me bu njënën pi 3 punëve, ose me me këshyr një fëmijë, babysitter, ose u dasht me kësit barin, ose u dasht me shit diçka. Edhe unë jam dalë me shit diçka. Kjo në moshën, çfarë moshe ke? 16 vjet. Pa Pa i bo 16. Domethënë 15 vjet ja kom nisë me dalë me shit diçka, e për mua kjo kon shoku jam më i madh jetësor. Domethënë Amerika, edhe jam dalë me shit hera e parë, domethënë unë bipi një familjes ku puna ka fillu nashta me 18 vjet. Po atje mësova që po ja niske edhe ma herët pak. Edhe kjo ka qenë një shok jemi shumë i madh dhe po edhe më ka ndryshu si njeri, më ka tjetërsu. Më ka mësu shumë gjana që sot hala i praktikoj, domethënë prej asaj. Mandej transferimi prej Amerikës në Londër ka qenë pak më i lehtë. Tani u ktheva në Evropë, u ktheva në rrënjët e mia. U ktheva në diçka që unë e njoh. Edhe kesh pak më komod, domethënë. Normal që Anglia, Londra dhe Kosova dhe këtë na kemi dallime shumë të mëdha, po dallimi jam shoku i parë ishte Amerika, pastaj Londra ishte bajagema e njohshme në krahasim me Amerikën. Unë jetova në vende të mira, kam jetu në Londër, kam jetu në Richmond, kam jetu në Kensington, domethënë vende më të mira, kështu që kam pas një zhvillim shumë të mirë. Edhe kulturalisht besa. E qa është një sen që e ke marrë shumë inspirus prej Londrës edhe e ke marrë me vetin Prishtinë? Që ta është i thu që të farë shprehije ma ka dhuru Londra? Muj me thonë pavarësin, edhe muj me thonë pavarësin unë e kom marrë prej Anglisë dhe Amerikës për 2 shteteve, Anglisë normal ma shumë, do më thonë e kom pa qysh duhet mu zhvillu një femën pa barjera, edhe atje ka barjera femna, si gjithë kom botë, po ki pak ma shumë përparësi si femën, edhe atje e kom marrë pavarësinë edhe kom kuptu që, do më thonë, këto pabarazit gjinore, do më thonë janë ma shumë që ja jep të vetit, ose që ja lejon të rretit me da jep, se sa ti që i përket, do më thonë, ati rangut. Kështu që pavarësinë edhe këtë barazin gjinore e kom marrë në Angli, do më thonë, çka do që e synoj, duhet me arritë. Bojmë një pauzë të vogël, kthehemi për tepër pak. Lorik, pse le punën në menaxhment financiar? Po, që është edhe ma kështu e bukur për trunin tem, le që e le punën, po ja nisem u marrë me modë qëndrushme, qka të shtini, ku inspirove, a ke Teksasi, a ke Londra, a veç truni jëtë për mi anis këtë farë aventure të re? Truni jem. Unë jam rrit në një familje të zhvillimit, edhe të bizneseve të ndryshme, do më thonë familja janë marrë me bizneset të ndryshme, edhe çdo herë jam rrit në atë mendësinë që unë duna me kontribu në vend në çfarë do mënyre. Do më thonë unë tash me këtë sen në kokën time, prapa kokës time, duke pas këtë në gjithmonë prapa kokës time që duhet, do më thonë, me zhvillu edhe me kontribu ose me bo diçka, do më thonë, çdo herë e kom pas me ndimu grave. Çdo herë, do më thonë, me kontribu, çdo herë me zhvillu diçka. Po të njëjtën kohë, e kom pa që veni jam qëto është të stagnu shumë në pjesën e kontributit për ambientin. Do më thonë, mu më pengon ekstrem shumë, do më thonë, jashtë temase, kur e shën një bërlëgën tokë. Ose kjerët që i kom përpara, do më thonë, kur e gjuna aty, do më thonë, çdo kërë që e gjunë dhe është për para mi, e kam i hungër 100 nemuna. Do më thonë se nuk e di, vetdia është qa që e ullët, mbrojtjes të ambientit është e pa invagjinueshme.
Unë tu rrit, kam qenë jashtë edhe kur ka ndodhur kitë komplet kampanjat më të mëdha botërore, Bashkën që ato vite. bashkën që ato vitet e mia, domethënë ka ndodhur mbrojtja e ambientit edhe këtu edhe unë më rrit me çat mendsi. Edhe tashti na këtu në vendin tonë tu e marr parasysh, kum dosh me ndihmë grave, tu e marr parasysh që kum dosh gjithsesi me bëu diçka për ambientin. E kom pa që të na moda, unë nuk kam lidhje me dizajn, as nuk di kur gjë për modën, domethënë unë e ndjej që më pëlqen edhe veshje edhe krejt, po e kom pa që tekstili domethënë si ndodh si tret më i madh në botë në Kosovë, domethënë vetëdijme kemë pas gati se zero. Edhe kom dosh diçka me bën kët, edhe me bu biznes, edhe me ndihmu grave, me punsu gra, edhe me kontribu në mënyra ndryshme, domethënë për trajnime, mi trajnu gratë mi nxjerr pi shtëpisë. E kom pas synim, domethënë gratë e marginalizuar, gratë të cilat s'kan punu kurr, domethënë që ato e kom pas synim mi nxjerr pi shtëpisë edhe mi pru në atelien time për me punu. Kështu që shumë faktorë janë bë bashk ku edhe më ka ardhur ideja. E banka ka qenë për mua ka qenë si një fillim në Angli e kom pas një mundësi shumë të mirë, domethënë në bankën më të mirë në Angli me punu, edhe nuk dashta unë që mundësi mos me shfrytzu, edhe mandej kur u ktheva në Kosovë e kuptova që një prej institucioneve më të formuara munda me thonë në këtë vend është banka, industria bankare, edhe deshta e marr përvojë. Deshta unë me mësu që ka bën secili departament, edhe ato e kom bën bankë, domethënë asnjëherë se kom pas synim pagën as këto as ato. Në stop e kom pas zhvillimin tim personal, edhe prandaj ndoshta edhe diçka prej asaj. Ndoshta në CV-n timen edhe nuk i vendosja në plot kontribute sene që i kom bë, po i kom prek muna me thënë gjitha departamentet e bankare për shkak të zhvillimit tim personal. Oj, Lori. Shumë frymëzuese që shto. Më shku gjithkohë. Shumë këtë departamentet i kom prek. Departamenteve të jetës për vete. Kom pas luksen, e kom pas. Po, veç vete ata, kolekte me. Lorika gjithkon, qa punon nuk e di veç gjithkon është të mbangë, gjithkon është. Lorik, a ku më kallëzën dora qka është, edhe qysh e bëni qatë reciklimin, ku i merrni teshat, edhe ku ju vjen ideja mi bo qatë lloj tesha. Kompania Punë Dorë ka fillu prej meje, domethënë e kom mendu si e marrume prej duarve të grave. Mandej e pash prej personave të tjere pash që po mendojnë që jem të marru kështu me ruza, jem të marru me grep. Edhe mandej e pash që duhet me bu një rebranding, edhe e bënëm, edhe e krijova Dorën. Kështu ka ardhur Dora. Punë Dorë. Punë Dorë. Tash është Dora. Atëherë ka qenë Punë Dorë, domethënë dorë me vë, kështu. Tash është Dora. Kemi fillu mas pari na me rrobat tona. Unë në familjen time jemi 4 femra. Domethënë unë edhe mami edhe 2 motra. Edhe amount, ç'është është? Mos u qen se kanë fal. Shtasia po. Dhe sasia e rrobave, fustaneve, e teshave në shtëpinë time është enorme, domethënë, është e paimagjinueshme. 4 qika. Po, mas pak ti kam unë, çdo herë. Unë jam personja që e kam atë fustanin e zi. Ato pe dim. Atë fustanin e zi që e vesh edhe kështu dhe ashtu. Gjitha eventet. Edhe gjithë e kom mendu çka duhet me ndodh. Na normal që jemi shku gjithë, kemi falë, po prej shtëpisë domethënë kom fillu. Kemi fillu mi ri-bë rrobat tona, upcycling me bu të rrobave, edhe kemi fillu mi ri-bë ato, edhe normalisht që ato edhe duken të bukura si janë më të qëndrueshme, materialet më përpara kanë qenë shumë më të qëndrueshme se sa që janë tash, domethënë tash janë shumë pak të qëndrueshme. Edhe koncepti dhe ideja krejt kësaj pune ka qenë që me marr një diçka që është e mirë, me ri-bë edhe me përdor prap. Edhe me vazhdu jetën ajo, ciklin e dytë jetës apo tretën, domethënë na kena vazhdu edhe ciklin e tretë ndoshta, një materiali të mirë. Domethënë e kam një fustan të 4 gjyshës. Në sirtarin e mamit të tezës. Ajo të Prishtevka, çka jetu. Jo, kjo është e Gjakovës realisht, ka në mamit, po. 4 gjyshja ime Prizrenit, domethënë këtë anën tjetër të Kosovës, e ka një fustan që e kanë kep vet ato. Edhe shihet domethënë edhe kepja që shubo edhe materiali është ama i ka qëndru kohës, ajo është diçka e paimagjinueshme domethënë. Materiali është sikur që shukon para nuk e di sa vjetëve.
Po, e këtyne herët që thojnë. Ama është super i bukur, do më thonë, ato normal që nuk e prekim, po kur e sheni qasi materialit, tani të kahët qysh na materialet tona na sot i veshim 10 herë dhe do të mu qky ajo ose mu prish, apo dhe nëse nuk qëndran. Nuk qëndran. E qysh reagojnë njerëz kur e kuptojnë që veshje që i riprodhon janë pjesë e një cikli më të ndërgjegjshëm ekonomik dhe estetik. Pyetje pak e zëshme. Zakonisht shoqënia thonë wow sa bukur, apo sa mirë. Po kur kush se për shkak që koha ashtu ecë shumë shpejt, dhe na nuk po kemi kohë, tu nisti për vetës ose për vetës, na atë kohën duhet në moment fundit me bëu gjanat. Do të thonë shumë pak njerëz jemi na që thojmë, okay, hajde se pe bëj qëta ose për i dizajnoj qëta ose kom kohë me bëj qëta. Përveç nëse e kini tesh që është shumë speciale, për shembull ka ndodhur dikush ka thonë qëta e kam prej gjyshës, tërgjyshës, është qësi materiali po më vyn me ribë, me upcycle që të veshje edhe po du me rujtë, më thonë, apëten, më thonë diçka super e veçantë, po nuk është diçka që na bjen men njëve çdo ditë. Vedia hala nuk është aty, kështu që është urrit, unë e shoh plot shoqet mia, shok që kanë filluar me bëu punën e injecione, që i përgëzoj edhe është fenomenal që janë të bëu. Ata vetë janë dizajnera edhe vetë mirën me këtë punë që është fenomenal. Kështu që po gëzona shumë që ka me fillu mu rrit hala ma shumë kjo punë, po momentalisht është hala në stand-by, e sheh për shembull që në New York veshjet që janë më të me vlerë janë upcycled, do të thonë veshjet më të shtrejta janë upcycled, do të thonë nëse ti e vesh një veshje të qëndrueshme, New York apo Londra apo në vende që janë më të zhvilluara, nëse e vesh ti një veshje që është e ribëme ose me material qëndrueshëm, domethënë ka shumë më shumë vlerë dhe tregon shumë më shumë për ty si person. Po sakt. Domethënë unë e kom pa New York që ta thotë që ku është kjo, jesh e ke pati që është remade, edhe thotë që unë jam që ky person, unë jam tu e përfaqësuar që të lëvizje dhe është domethënë një vetë tjetër. Shumë inspiruese, po të njëjtën kohë edhe dyqysh shumë që thojnë req. Edhe në req me vesh të njëjtin sen 10 herë. Edhe mos me tu prish edhe vish me la dhe atë që thojnë këto senet i ruajmë na. E cili ka qenë momenti më i vështirë në këtë tranzicionin tënë? Edhe cila ma hallë më thuj za kohën që ajo që të ka përkrah. Momenti më i vështirë është burimet njerëzore në këtë vendin tonë. Fatkeqësisht kemi shumë njerëz të mirë, po që qëndrojnë mrena, domethënë për fushën e kreativitetit modës së kësaj që unë e kam kërku. Gratë janë shumë të mira dhe dojnë e punu, po fatkeqësisht prej punëve tjera, jo fëmijët, jo kjo, jo ajo, domethënë probleme tjera familjare, s'kam përkrahje. Unë domethënë targetin e kam pas çato gra më nxjerr pi shtëpisë, edhe me pas ata një të hyrë dë vetën, mos me u varë prej burrit apo prej tjetër kujt, domethënë çai ka qenë edhe një pi qëllimeve të mia. E fatkeqësisht që kjo ka qenë barriera jame më e madhe. Domethënë unë ka ndodhur kam shku edhe në vende rurale. Më ofru punësem edhe më tregu që mundesh me bu çto, mundesh me bu çato. Interesimi ka qenë, po mandej kam pas barriera tjera. Po kam pas mandej me vendos faktikisht hiç. Zakonisht të dosh tjetër kush me vendos për ato. E që kjo për shembull më ka prek shumë, ka thy si person se hala jetojmë në çet kohë. Domethënë që femna nuk mund të vendos për veten e vet, edhe që hala ka që duhet tjetër kush me vendos. Mahalla jeme ke për në me mahalla jeme. Domethënë njerëz më të afërt, normal që më kanë ardhur, më kanë përkrah, e kanë kuptuar idenë për fillimet. Domethënë një kohë rrethi jam, shoqënia, unë kam shoqëni edhe një rrjet shumë të madh në vendin tim normal. Në Prishtinë, kështu që keq Prishtina, domethënë i kam pas për krahas shumë të madhe, shumë. Domethënë biznesin e kam filluar para pandemisë, kam pas më një herë punësim shumë të madh, domethënë prej qatë shumë që kom pas kërkes. Domethënë Prishtina veni jam çdo herë ka kallzu vetën. Me ty. Me ata dostat e Teksasit e Londrës, a e morën vesh që të bu në Kosovë? Po, në Teksas po të kallzoj drejtën, shumë pak. Po. Me të përgëzu ose me ta jap një ide të na i farë
bashkëpunimi anaj sen? Në Amerikë shumë pak kam kontakte, se ka qenë koha kur interneti dhe social media si në kohën atyre, kështu i kom taku pak mas, dhe më thonë, kur ka fillu, e unë kur kom shku në Londër ka fillu Facebooku, dhe më thonë, Facebooku ka fillu në ditën e parë kur kom shku në Londër. 2006. Po. Kështu që në pi ditës pare kom pas Facebookun, në Londrën e kam, dhe më thonë, të gjithë atje, unë kam marrë pjesë në podcasta në Angli, kam marrë pjesë në për gazeta, në për në televizion, dhe më thonë online. Gazeta të i qes në këto i qes kur ta qesin podcastin tonë. Ishti gjej ka, se di ka, po i gjej. Se pak si lem shumë. Super. Kështu që në Londër po, në Londër e kam shpinë e dytë, edhe shoqnin shumica, se unë për shembull jem kthy në Kosovë, shumica prej shoqnisë teme kanë qenë prej veneve tjera të botës, po ashtu. Shumica kanë vazhduar me jetu në Londër, kështu që në çdo herë kur të shkoj kam shumë shtëpia të mia, të komuna me nejt edhe me Veç e po anqa po punon ti edhe të përgëzuar. Po, përgëzun, se cili e ka një fushë tjetër, kërkan se kam fushën tem, po definitivisht na më njerë këna fillu bashkëpunimin, dhe me thonë me njerë sy kom njoftë, se normal edhe ata jënë në vetëdisim e të sipër. E muzika ngon heq. Qa është një kong që ngon në kjerë, ose ki qëtash që të përsërit në për kry që e kishe do me neve? Muzikën e kam pak pikdopt, se muzika për mu fillon prej babës tem. Babën e kom pas një rocker, shumë të vjetër të Prishtinës, edhe unë jëm rrit me muzikë, dhe më thonë pik kur kom lind jëm rrit me rock. Edhe, dhe më thonë, gjdo kong e kam e lidhi me moment, kur e kom dëgju. Gjdo kong e kam, dhe më thonë, jëm shumë e lidhur me kong. Edhe të në kohën gjdo kong e ka një moment jetës tem ndryshe. Për ndryshe, shumë nga i muzikë të në kohën, edhe mazi tranova, edhe fmiti tranova me muzikë. Momentalisht që sot u ardhë rrugës Aerosmith Dream On kështë e ngu. Po, mos po dënë edhe ndeti me edhe që shqip maj. Shqip nga i shumë pak. Po, për shqip e kësha të vequ, Jericho, dhe më thonë grupin, cilën do kongë. E Lërik, qysh e shet dorën ta ashtu e thirë, biznisin tënë simpatik, qysh e shet mas 5 vjetë? E shë kejt me shqiptar të ashtu arë të interesu, të diskutu, e shë ma shumë si akademi, e shë si ma shumë si shkollë, e shë një haptutje dhe më thonë ku vedia pak u rritë, edhe ku ja ka nisë rinia dhe më thonë me marrë ma shumë interesim në qëtë fush, edhe ja ka nisë dhe më thonë mu mësu ma shumë dhe më thonë për qëtë fush, edhe une me pas një akademi të mësimit. E ti tash si eksperte në financim edhe në menaxhment, ka i mungën industrisë të modës në Kosovë, se ka gja shumë janë bo dizajnera e stilista, e fabrika, tash mu imi qujtë edhe si fabrika, si një farë industrie, qka i mungën industrisë të modës për me lonë shenjë ma globalisht, diqysh se këgja ja ka njësë edhe me eksportu tesha jashtë, i shohim ple dizajnera që i veshin këta yjet botnore, sene, po qka është diqka që e lërë një shaj ma të madhe globalisht? Që kësha me thonë për Kosovën, kësha me thonë numër 1 që ka duhet me ndryshu, ose me fillu me ndodhë, është formalizimi i komplet industrisë, dhe më thonë është ekstrem industri jo formale, që mu më pengon edhe kjo. Dhe më thonë duhet mu formalizu pak ma shumë, tash kjo po flasi pjesën e menaxhmentit dhe financave, ndërsa në pjesën e zhvillimit të modës edhe të qëndrueshmëri modës në Kosovë, në komplet fushën e tekstilit në Kosovë, kësha me thonë me fillu me i inkorporu si DG-ja, dhe me thonë këtu janë regullat e Evropës për
mbrojtjen e ambientit, domethënë të mbrojtjes së punëtorëve, domethënë mbrojtjave të interesave të secilit grup, domethënë në industri. Domethënë mi fillu me inkorporu CDG-at që janë në Evropë. Qa menon të aveshën mirë njerëz në Kosovë, në Prishtinë? Ajo mungon ai sen? Shumë mirë, mu më pëlqen shumë që na e kemi, këto e kemi prej vëzhlis, domethënë nana, tezet, hallat, krit, janë veshë dhe na e kemi këto, domethënë prej vëzhlis. Mu më pëlqen shumë që veshëme, është një disponim shumë i mirë i njerëzve. Ishte njerëz më një shumë ma mirë, mu më pëlqen që pa më parasysh çfarë prapa vije ka ai person, ai ka mu vesh mirë dhe ka mu duk mirë. Unë jam për përkrahje të kësaj, domethënë, edhe shumë e adhuroj këtë punë që na e bojmë. Po du me të vetë pak që që kalon kohën e lirë. A këshyr naj serial televiziv, a qka të ledzu kove të fundit, a qa bën diçka që këshë mujtë shpejt me nxerr një llaf që to, se për shembull që onim ja kom nis me këshyr Beverly Hillsin. Nice. Se po m'pëlqen, edhe qysh ja nisa me këshyr, veç kështu hajt, se m'pëlqeshin qysh, aty m'delshin kështu do farë reels to scroll, sa bukur po veshëm. Kur po hi me analizua e bu me 90-at u këthyn, tash kom rritë sezona e 4 dhe e 5 me Dilanin, Brendan edhe Brendonin edhe Keller. Nice. Ama po veshën tepër bukur. Nice. Beverly Hills definitivisht është inspirim Ai, për ke po? krejt, po of course. Është inspirim për krejt, unë besoj që gjitha gjeneratat, pa asnjë dallim, domethënë, a je lind 2000 na në 2010, domethënë, unë besoj që krejt e këshyrin është një inspirim, është një diçka që kam u përcërit çdo herë, domethënë kur një jetë nuk kam e kon jashta modës. Libra lexoj kohë pas kohe, nuk është që po më premton shumë koha, po çdo herë lexoj, momentalisht më të lexoj një libër On the Mountain Hill, është për një farë transformimi prej personës në diçka tjetër. Është interesante, lexoj edhe sene abstrakte, lexoj edhe sene normale dhe reale. Që kam vete tjetër se harrova, se munova me përfshi shumë shpejt. Mirë, A jam përfshi diçka? seriale. E naj serial? Seriale këshyre shumë, filma momentalisht ma pak, se seriale puna minale me flejt. Filmat po duna me pas pak ma shumë kohë, unë e nane 2 fëmijëve. Filmin duna me këshyre deri në fund, po filmin s'muna, jam adhuruse shumë e madhe serialeve, dhe më thonë i këshyre, fatkeqësisht i këshyre këto që janë shumë intens, këto që të majnë pa frym. Ozarkun a e ke këshyre? Po, Ozarkun definitivisht. Unë se kom po kurvesh blacklista e këto gjana, dhe më thonë, qka janë, dhe më thonë, qka janë ato që ta nalin frymën, që ato, dhe më thonë, një këshyre, fatkeqësisht, dhe që ato majnë qutë, dhe që ato majnë të luftu, edhe ta ditë nesër më qona dhe luftoj për drejtësi. Gjitha herë. Perfekt. Lërik me drejtësi për mbyllim edhe gjithë podcast, se ko gjagat na shkoj, po, unë u knoqa për veti, po besoj edhe ti, po besoj edhe po shpresoj. Shumë u knoqa, faleminderit shumë Lërik, edhe ju, muni me na këshyr në qysh tham edhe ma herët në fillim, në të shtohet në programin Gjesi, edhe Drive Time e Shuki në Paper Radio, mos harroni me na bo like, share, comment, subscribe në krejt, edhe substalkin mos ta harroj kur qysh, se u knaqem të botu senet të cilat juve pjo pëlqejnë shumë, unë ju dua ju e dini. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall je rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan.